Paqa me ju o vëllezër dhe motra, le ta vazhdojmë me leximin e Ungjillit të Lukës. Një farisej grishti Jezusin për bukë. Ai hyri në shtëpinë e fariseut dhe u ul në tryezë. Kur ja hyri me një grua që ishte mëkatare e njohur në qytet. Ajo kur mori vesh se Jezusi gjendej në tryezë në shtëpinë e fariseut, mori një eng alabastri me parfum. Zuri vend pas tij te këmbët e tija dhe duke qarë, filloi me lot t'ia laj këmbët, t'ia fshi me flok, t'ia puth e t'ia lyej me parfum. Kur e pa këtë gjë, fariseu që kishte thirrur, mendoi me vete: po të ishte ky profet, do ta dinte se kush dhe çfarë gruaje është kjo që po e përket, se është mëkatare. Jezusi mori fjalën dhe i tha: Simon, dua diçka të them. Fol, mësues, i përgjigj ai. Një huadhënës, vazhdoi Jezusi, kishte 2 detorës. Njeri i kishte 500 e tjetri 50 denar. Pasi nuk kishin me çka t'ia kthenin, u afali të dyve. Cili prej tyre do ta doj më fort? Simoni i përgjigji: mendoj ai të cilët i fali më shumë. Mirë pleqerove, i tha Jezusi. Dhe si u soll ka gruaja, i tha Simonit: apo e sheh këtë grua? Hyra në shtëpinë tënde, ti nuk ma dhe ujë për t'i larë këmbët. Kjo përkundrazi, me lot mi lau këmbët e me floket e kres mi fshiu. Ti nuk ma dhe puthjen e detyruar. Kjo përkundrazi, qysh se hyri nuk pushon të mi puth këmbët. Ti nuk ma leve kryet me vaj. Kjo përkundrazi, me parfum mi leu këmbët e mia. Këndej po të them, i u falën mëkatet e shumta, sepse tregoi dashuri të madhe. Ai të cilit i falen më pak dashuri tregon. Atëherë i tha gruas: te jam falur mëkatet. Ata që ishin në tryezë me të, filluan të mendojnë në vete: kush është ky që po fal edhe mëkatet? Por ai i tha gruas: feja jote të shpëtoi, shko në pace. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Vëllezër dhe motra, kjo fjalë është eksperienca që kam e pasë çdo i krishter. Eksperiencen e të falurit për i Krishtit, me kënë të falur për i ti. Sepse nëse ne nuk kujtojmë si Zoti ka vepruar me ne do të jemi si farisejt. Si ky Simon, që gjykon njerëzit. Kur ti dhe unë nuk kujtojmë çfarë Zoti ka bërë për ne, si na ka falur, atëherë mund të ndodhë se ne të gjykojmë të tjerët, që të mos të regojmë dashurin për Jezusin. Ta bëjmë këtë pyetje vetes sonë: a jam i ftoftë në dashuri? Do të është sepse nuk jam të ndjerë i dashur prej Zotit. Sepse është një ligj i jetës, askush ka mundësi me dhanë çfarë nuk ka. Nëse ti nuk e dashurin as për veten tënde, si duhet, është sepse te mungon dashuria e Krishtit. Takimin e thellë me ti, me të. E kur ne takohemi me Krishtin, takohemi me realitetin. Që dashuria jonë është është pluhur. Por dashuria e Zotit është pa mas ndaj nesh. Tërkur ajo, sot unë të ftoj që të përkujtosh momentin ose momentet, po më mirë momentin më e rëndësishëm, kur ti ke ndjerë, ke përjetuar me të vërtet faljen e Krishtit. Është mirë që ne të bëjmë këto përkujtime,
që të mos gjykojmë askënd, që dashuria e Krishtit edhe të na rifreskoj, të na bërë të rirë, që ne të mund të duam sot të rkurajo, sa ma shumë eksperimentojmë që Zoti na dhon falas, që na fal, aq ma shumë do të kena mundësi edhe ne me kënë të mëshirshëm me të tjerët edhe me dash të tjerët. Edhe sa ma shumë ne jena të mëshirshëm me të tjerët, atëherë sa ma shumë do të eksperimentojmë edhe mëshirën e Zotit, sepse është një cikël i virtytshëm. Do me thënë që marrim prej Zotit, japim edhe marrim ma shumë. Që lëvdu Krishti.